Doktor, ne kemi dhe një rubrik, mit apo fakt, ku ndoshta I qartësojmë edhe pak ndjekësit tanë lidhje me refluksin. E para, shkatja me stomak bosh, e dëmton rënd organizmin? Jo. Atëherë, siç e tham edhe në fillim që nuk ka një mas të bëjë të gjithëve. Nëse kemi një stomak të shëndetshëm, nëse nuk vuajmë nga asgjë, kafja nuk bën asgjë vetë. Në vetë vetiu nuk është prekursor I asnjë lloj sëmundje kafja. Por nëse kemi një stomak të dëmtuar, nëse kemi një sfinkter të dëmtuar, nëse kemi gastrit persistent, sasia e tepërt, sasia është shumë domethënëse te kafe. 1 deri në 2 kafe nuk bëjnë dëm asnjëherë. Por sasia e tepërt, siç dëgjoj unë që ka njerëz pinë 5 kafe apo 7 kafe, sasia e tepërt po mund ta acaroj, nuk çon drejt për drejt në refluks, por mund ta acaroj refluksin që është aktualisht, ose dikush që ka tendencën të vuajë nga refluksi. Nëse nuk ndjen djegje... Kështu që është mit, nëse do përgjigje. Nëse nuk ndjen djegje stomaku, nuk ke refluks. Do thoja që është mit sepse ka disa forma të heshtura të refluksit që nuk ndjejnë, nuk japin dhimbje. Kështu që do thoja mit. Okej, më lindi një pyetje tjetër tani. Këta që kanë forma të heshtura, si ta kuptojnë që vuajnë nga refluksi? Përmbajtja që I vjen në gojë nga një natyrë pa njohur, pa djegje. Pa djegje, nuk është e thënë që ke djegje sepse ai mund të ketë aciditet të ulët vet. Ka persona që kanë mungesë acidi në stomak, domethënë kanë nivele të ulta të acidit në stomak, edhe nuk shkakton aq problematika që t'japi deri në djegje apo janë shumë arsye. Djegja nuk është domosdoshmërisht që do na çojë te shenjat e refluksit, janë të rralla, sigurisht, po ka reflukse të heshtura që nuk na japin djegje. Që djegja është një nga simptomat. Djegja është një nga simptomat, është simptom kryesor sepse pretendohet që fiziologjikisht duhet ndjejmë djegje, por ka një sër faktorësh tjerë që mund mos na japin djegje. Mbaresat nervore dëmtuara në ezofag edhe kështu që ne do ndjejmë nëse ndjejmë atë rikthimin që është gjëja më fizike e mundshme, nëse ti ndjen që në gojë ke diçka të huaj, normalisht që do të shkojë mendja për refluks. Të flesh ulur është zgjidhja më e mirë për refluksin, pra ulur qëndrim siç jemi ne tani. Jo, ky është mit. Është mit. Është ajo që thash për te gratë shtatzana, 10, 15, 20 cm mund ta ngresh kokën, po është domosdoshmërisht që personat që kanë refluks duhet të flenë pak lart, por jo ulur. Sigurisht jo ulur se është torturë. Shtrirë, por me 2 jastëqe për shkak është mirë. Okej. Lemza e shpeshtë, a është shenjë refluksit? Po, lemza mund të jetë një shenjë e refluksit. Ndodh zakonisht që gjatë refluksit ne kemi edhe lemz, sepse nxiten ato sistemet nervore të lemzës, pavarësisht se jo çdo lemz është refluks. Refluksi mund të shoqërohet me lemz. Por nuk është e thënë që sa jena zë lemza ne kemi refluks. Jo kjo gjë, por refluksi mund të ketë lemz patjetër. Ngrënia e shpejtë, a shkakton refluks? Po, ngrënia e shpejtë mund të shkaktojë refluks, duke qenë sepse I duhet pak kohë stomakut që të ndërthur sasinë e ushqimit që po futet me nivelin e acidit gastrik që do sekretoj. Kështu që nëse ne nuk I lëm kohë të marrë stomaku për të sekretuar aciditetin e nevojshëm për atë ushqim, ndodh që ne duke ngrënë shpejt mundet mos të ham një sasi të bollshme, por acidi mund të prodhohet shumë më shumë, edhe ndodh ky hipersekretimi I aciditetit stomakut dhe mund na çojë refluks patjetër. Kështu që ngrënia e shpejtë është ose si thua mund të stimulojë refluksin. Pastaj do marr parasysh që edhe porcionet kalojnë pa. Porcioni është baza. Kështu që nëse ne ham shpejt diçka që është minimale dhe e dim që nuk është një porcion I plot, nuk është se do na bëj patjetër refluks. Por nëse nuk e porcionojmë ushqimin edhe ham shpejt, e para do mbingopemi se prap ka të bëj shumë me kohën, edhe sinjalet e ngopjes në tru duan kohë të shkojnë edhe të na japin ne që shikon se ne u ngopëm tani. Kështu që sa më shpejt ham, aq më shumë do ham kur nuk e kemi të porcionuar ushqimin. Kështu që sigurisht që ngrënia e shpejtë do na çojë në refluks. Atëherë dhe një këshill që do t'ju jepni qytetarëve, ata që vuajnë nga refluksi si të kujdesen edhe të tjerët si ta parandalojnë që mos ju shfaqet kjo problematikë. Atëherë, baza është të dëgjojmë stomakun.
mos ta mingarkojmë, ta lëmë sa më të qetë, të ulim stresin, të pim ujë. Uji është faktori kyç jo vetëm në shëndetin e stomakut, por në gjithë shëndetin e organizmit, edhe të ulim stresin. Kështu që nëse jemi emocionalisht të qetë, edhe stomaku do jetë më i qetë. Nëse një stomak është i qetë, nuk na jep probleme. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Faleminderit dhe ju miq që na ndiqni dhe bashkë do shihemi në episodin e radhës.